Sa treta gjelin, edhe ju kom dhonë fjallën që me datë një ju do shifni parashikimin për 2026. Më ndiqni. Ta shijoni këtë duhet mani men parashikimin e parë. Pastaj keni këtë frestin që e fshim që gjithë për para 5 ditëve. Edhe do shijojmë edhe këtë riun që ma mërmenja do t'ju pëlqej shumë. Sepse i ka të gjitha detajet mrena. Shive që bëhet më shive. Shive që bëhet më shive. Hajde, lë mos afro. Lene kuriozitet, hajde. Puna marë. E marut, Ka lezet mër, ka lezet. Ka lezet mër me datë një, shive. Shif një parashikimi. Profesor, e ke qajtë, profesor. Ju po si tha Picasso, se kam bërë unë, tha, keni bërë ju. Ai burri madh i njerëzimit, që kur kom dalë në fillimun, i kom thonë këto fjalë për te, edhe të gjithë rinin skeptik. Ai burr që Zoti e ka pru në tokë për me rujt simbolin më të shenjtë njerëzimit. Familjen, shikojeni aty, familjen. Shikoj ku e keni funin e këtij yllit tu. Mas 35 vjetëve, Shqipnia do të ndahet përfunimisht nga komunizmi. Ja ku e keni. Dhe si që gërthisnim ne, profetët e 1990-ës, me Gim Radën e me Syçin, gërthitshim liri, demokraci, por dhe plagan mulli. Këta e morën lirin demokracin. Dhe ne, që atëre dinim se qa do të ndodhte. Po faleminderit modhit Zot asaj komës atje. Fuck you, që do t'i bjeri përsipër përfunimisht gjithë qenerisë komuniste, jo vetëm tek ne, po në të gjithë Europën. Shikoj gjithë tallavan shqiptare, ku e ke? Partit, figurat, njerëzit, llapaqenat, intrigat, filgjonet, dhe po doni ja u kap edhe me rrallë. Në qendër kemi të madhin Shpëtimi Drizin, mikun tim që e do aq shumë Greqin. Pastaj poshtë i ke Dulen, Labin Dule, dhe sipër ke mikun tim Dashen që ja mor shatligat duke i ra klarinetës gjuzi sipër, e duke shiju rakin, edhe duke vazhdu, e duke bo analiza për Shqipnin tonë. Njegu e ke edhe Shapën, ka mor që kiqin dorë, ka pregatit që ti bi kres të gjithë llapave. Nërsa i burri atje që e ka hongër vitin e ri për para kryeministrisë, si që ke vara, e kupton, ka dalë aty vetëm për Shabonin tim, që për Zotin unë s'du më morë mo, i kam dhonë që kiqin dorë, dvaf marta që i Shabe, meru ma dha që duhet meren. Shikoje ku e ke edhe Kapitalin e Marksit, lëvizja bashk. Ja ku e ke edhe Fatmir me diun e famshëm, që për Zotin shqyqyr që kemi Fatmirin, që na ma ato marrëdhënie me Amerikën, se mos qof Fatmiri, ne për Zotin s'kemi gjon fill me ata vleznit ton për te oqanit. Tashti, ke mulnogën, shive ku e ke vojo kushin mërë, shive ku e ke vojo kushin e demokracisë, e ku je mulnoga, ku jetë mor shatligat, burrin që nuk e damër vlla granatën për PD-n në dorë, edhe është i gatshëm që t'ja fusit gjithë tallavas, mull, ti e më i mirë, ti na duhesh ne në organizimin tonë. Dhe tashti që të filloni të hapni gojën me mu, gjithë këtë tallavan shqiptare, e tërheq ky zotnia këtu, që gërthasun, kuptave ja. Dhe ky zotnia këtu, përveç se është duke bo Shqipnin, përveç se është duke shëndru Shqipnin, tërheq edhe gjithë lumin me vete, dhe gjithë lumin po e qon atje, në Europë, sepse qa do t'i bojmë, ku do t'i qojmë ta? Këtu i kemi, s'din me bo asi pun tjetër. Dhe tashti që të vazhdoni me një janar me mu, unë i kam vu një emër këti zotnis këtu, kupton apo jo? Dhe ja kam vu Mojsiu i shqiptarëve. Mos e harroni këtë nga Gjergj Luca. Mojsiu i shqiptarëve që po i tregon rrugën, kombit ton, rrugën që ka 600 vjetë që e ka humbë.
Këtë mos harroni kur, miqtë e mi. Ashtu si Zoti ktheu në tokë atë burr të madh që unë e kam shkruajt Zoti i tokës. Zoti ne na ka dhënë këtë tjetër burr të madh që ne të na tërheqi me të mirat e të këqija tona dhe të na tregoj rrugën atje ku ne e meritojmë. Rrof Shqipëria, edhe vazhdoni tash ju kom dhënë material që të merreni me mu që ditën e parë të vitit. Rrof Shqipëria!